Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Opozita e Maqedonisë së Veriut akuzon qeverinë se kapitali politik që po ndërton me narrativa ksenofobe dhe komoditet provincial ballkanik nuk mund t'jap rezultate që i njeh Bashkimi Evropian. Deputeti i LSDM-s Fatimir Bytyçi në lidhje me raportin e Komisionit Evropian për Maqedoninë e Veriut, tha se Unioni po i dërgon një mesazh të qartë ekonomisë se i mungon një metodë besueshme që nënkupton që rregullat, procedurat dhe masat me të cilat bëhen politikat ekonomike janë të qarta, publike dhe zbatohen vazhdimisht në mënyrë që rezultatet jenë të parashikueshme dhe të verifikueshme dhe jo të improvizuara. Ai thekson se raporti tregon qartë se politika fiskale bazohet në supozime optimiste, rekomandimet nga dialogu ekonomik evropian po zbatohen në një masë të kufizuar dhe ndërhyrjet në pavarësinë e institucioneve kryesore krijojnë pasiguri. Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Byroja për Zhvillimin e Arsimit në Republikën e Maqedonisë së Veriut hap debatin publik për listën e re të propozuar të librave letrar për arsimi fillor. Ato ftojnë të gjitha palët e interesuara, mësuesit, shërbimet profesionale dhe faktorët e tjerë në arsim të përfshihen aktivisht në përcaktimin e një liste bashkëkohore gjithëpërfshirëse dhe cilësore të librave që do të përgjigjet nevojave reale të nxënësve dhe procesit mësimor. Ministria e Arsimit në faqen e saj zyrtare publikoi listën e propozuar të librave duke theksuar se nevoja për përditësim të saj vjen nga synimi për përputhje të vazhdueshme të përmbajtjeve mësimore dhe qëllimet bashkëkohore arsimore, karakteristika zhvillimore të nxënësve dhe kontekstin e tyre social dhe emocional. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Bashkimi Evropian kritikon Shqipërinë për progresin e munguar në drejtim të mosbatimit të disa vendimeve të gjykatës kushtetuese, mungesës së konsultimeve publike dhe sfida e funksionimit të institucioneve demokratike përmes polarizimit politik si dhe korrupsionit. Ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato teksa i dorëzoi kryeministrit Rama progres raportin për vitin 2025 të Shqipërisë ndër të tjera u ndal tek sfidat me të cilat përballet sot vendi. Raporti vlerëson që funksionimi i institucioneve demokratike është sfiduar pjesërisht kryesisht për shkak të dinamikave si polarizimi i thellë politik, nevojës për reformë gjithëpërfshirëse zgjedhore, mosbatimit të disa vendimeve të gjykatës kushtetuese nga parlamenti, mbikëqyrjes së kufizuar parlamentare ndaj ekzekutivit dhe mungesës së konsultimeve domethënëse publike. Nuk munguan dhe kritikat në përdorimin e burimeve publike gjatë zgjedhjeve duke çuar në pabarazi në garë. Sa u përket zgjedhjeve, raporti citon gjetjet e misionit bashkues të ODIHR-it, duke theksuar se zgjedhjet ishin konkurruese dhe të administruara në mënyrë profesionale, po u shënjuan nga mangësi të konsiderueshme përfshirë abuzimin me burimet publike që çojnë në mungesën e barazisë në garë. Sipas raportit, Shqipëria është e përgatitur në luftën e krimit të organizuar, në një kohë që është krijuar një zyrë për rikuperimin e pasurive për nga ku priten rezultate konkrete. Kryeministri Edi Rama shpreh bindje se në progres raportin e vitit 2027 Bashkimi Evropian do të rekomandojë antarësimin e Shqipërisë në Union. Sipas kryeut të qeverisë shqiptare, raporti thotë se Shqipëria është në rrugën e dur për të përmbyllur teknikisht negociatat brenda vitit 2027. Duke marrë të gjithë energjinë e nevojshme nga gjysma plot, të fokusohemi me të gjithë energjinë e nevojshme tek gjysma bosh. Në mënyrë që brenda vitit 2027 ne ta përmbyllim këtë proces dhe në mënyrë që raporti i vitit 2027 të shkruaj rekomandojmë antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Opozita shqiptare vjon akuzat ndaj qeverisë pas nisjes së hetimeve nga SPAK për zëvendës kryeministren Belinda Balloku. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi qeverinë për presion mbi media dhe heshtje të organizuar ndaj zëvendës kryeministres. Në konferencë shtypi pas një super skandali të tillë dhe të mos guxojnë t'i bëjnë një pyetje të vetme. Nuk ka asgjë, nuk ka akt akuz më të rëndë sesa kjo. Nuk ka formë më staliniste, më naziste, më ekstremiste, kontrolli mbi mediat se sa kjo, si mund. Ndërsa thirrja ndaj demokratëve është për të rrëzuar qeverinë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.